E pse Allah e krijon një fëmijë për shembull me sindrom Down? E pse Allah e krijon një fëmijë me këto tmeta? E pse e kontestojnë rahmetin e Allahut te barekuhu teala dhe krijimin që Allahu xhalla ka bërë të njerit me bazën e pamjes së jashtme, apo? Kjo është baza. Ndërsa nëse njëri deformohet në vlera, ka sindrome shqetësuese të çrregullimeve tina mendore edhe shpirtërore, kjo s'konsiderohet fare sherr. Sherr është nëse është pa një dorë, pa një sy. Kjo është mungesë rahmeti. Ndërsa nëse është komplet i shturur, domos se kupton as esencën e jetës, as qëllimin e jetës, kjo është okay, jemi në rregull apo. Prandaj kupton këtë shturje, këtë çrëditje. Allahu po nuk është kjo, nga se matet rahmeti i Allahut me një njeri jo me pamjen e jashtme, po me përbushjen e brendshme. Andaj ka mundsi njerëz që mund të jenë për shembull të lindur me tmeta të caktuara fizike, por shkon në xhenet në firdaus mrin Allahut. Tjetri komplet i krijuar me gjithë fuqinë dhe potencialin e madh shëndetësor, shkon në xhenem apo. Nuk ka matje me çish dokësh, matja është e përkohshme, apo. Shikon varmas mas një muaji çka ndodh me atë trup muskuloz, me atë pamje të bukur, me ato tesha, çka ndodh? Kur gjeq? Smet për saj, shkatëror të tëra. Andaj Allah po mëson që kjo rruga e rahmetit e shpesh kontestohet rahmeti Allahu xhalla xhelalu me çka? Me pamjen e jashtme. Allahu xhalla wala na ka mësuar se rahmeti matet a na ka zbrit udhëzim Allah apo na kalon në thosë apo në mëshirë të shejtanit. Na kalon rahmet rrugës. Në çka na ka azol? S'na kalon dorë kërkuna. Ai ka marrë përsipër udhëzimin ton, kujdesin ton. Ai ka marrë përsipër që ne mos të bredhim. Të jetojmë ç'është duhet. Ç'ka rahmeti vëllazë? Ç'ka rahmet? Me po tjetër, nuk matë shumë rahmetet. Andaj, Allahu në mësën se mëshire Allahut, kujdesi Allahut, matët me afërsin me Kur'an, e jo me deformimet e saktuara, qëra ishtë njëri s'ka për to përgjithsi. Nuk ka një për to përgjithsi. Njëri ka me vëdhonë për valë logari, për shumë që ka pas, për shambull, aftësit kufizuara në punë saktuara, a ka me vëdhonë logari? Jo, nga se, hajtë ka të zëmë dikush që nuk është me aftësit kufizume. Krejtë në me aftësit kufizume. Për imë është se na e bujna vetën standard për tjerë, do nëna të luhet pa është i mangët. Apo, mirë, në qitë raport, mund me konë që shtut, po ti nuk ban me konë ti boshti i dunjas. Apo, se ti ki afsit kufizume. A ki? Gjdo njeri ka afsit kufizume. Dikush i ka ma të kufizume, dikush i ka ma tepër, nështë ta hapsir për gjithë në fund ditës, krejtë me afsit kufizume. Edhe në gjuhën tonë, edhe në mendjen tonë, edhe në dëgjimin tonë, edhe në veprimin tonë, edhe në gjithë që ka jene me afsit kufizume. A i sështë kjo diqka që i realisht e bën njëri me të meta. Kjo veç sa e shtan nevojnë e njëriut për Allahun të barekuhu teala. A përshë ti i mangët, ki nevoj për dikon që është i plot, e që është Ar-Rahman. Ti ki nevoj për te, a i s'ka nevoj për të jopër. Nga që kjo perspektiv njëri kupton se me qka i mod begatit Allahut të barekuhu teala. Andaj të ndërozër, jo dhe ka prind që për shambull kërkojnë leje për abort të fëmijëve, me mbyt fëmijën për shkak të një kushtimisht për deformit saktuar që mund të ketë në ndonjë gjymtyre të saktuara, po. Çka përvale Allah? Nëse lind për shambull me një dorë më të shkurt, ose lind me pagish, ose me qështë do qërë më tash, kjo është pak e dhëmshme me përmend, çka ka lidhje për? Nëse Allah xhallahu e bën të aftë në mendin e ti, e udhëzus që ja sheh harin dunjaja për. Sa ka pas njerëz të paralizuar, apo e ka pas njerëz që kanë pas mangësi nështë të verbër, por Allahu ka hap sytë e zemrës, e dunjaja ka përdu nga dija e tyne edhe nga udhëzimet e tyne.